Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se kanë privuar nga liria 4 persona pas një aksioni të realizuar në disa lokacione të ndryshme. Sipas MPB-s, gjatë kontrollit tek të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar substancë pluhure bardhë dhe marijuan. MPB ka theksuar se në mesin e të ndaluarve janë persona të moshave të ndryshme, përfshirë edhe një të mitur, të gjithë nga Shkupi, si dhe një shtetas nga Republika e Serbisë. Sipas tyre, rasti është në procedurë dhe pas dokumentimit të plot, pritet që ndaj tyre të ngritet parashtresa përkatëse. MPB ka njoftuar edhe për një përleshje fizike mes disa personave para një objekti hotelierik në zonën e qendrës në Shkup. Më 3 maj 2026 në orën 1:15 në sektorin për punë të brendshme në Shkup, u njoftua se para një objekti hotelierik në zonën e qendrës në Shkup është prishur rendi dhe qetësia publike, me përleshje fizike ndërmjet 7 personave nga Shkupi, Kratova e Kumanova. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të pasojnë parashtresa përkatëse. Gjithashtu, MPB ka njoftuar se nga institucioni publik shëndetësor Shën Naum Ohridski në Shkup, është njoftuar se tek ata me lëndime është sjell një 36 vjeçar nga Shkupi. Sipas MPB-s, rreth orës 12 në zonën e Kisellavodës në Shkup, derisa po lëvizte me automjetin e tij, ai ishte ndaluar nga një person të cilin e njihte dhe pas një mosmarrëveshjeje ai ishte sulmuar fizikisht prej tij.